E përmendëm më herët tek hadithi i pallatit, pra se lejohet thënia e saj nga 10 herë apo më shumë kurdo qoftë, kurdo që të dëshiroj njeriu. Ndërsa sa i përket vendeve kur është përmendur si sunet leximi i kësaj sure, është në sunetet e sabahut, gjithsesi në rekatin e dytë. Prej 2 rekateve të sunetit sabahut, në rekatin e dytë është sunet që të lexohet surja Ikhlas. Në rekatin e parë Kul ya eyyuhel kafirun. E njëjta gjë vlen për sunetet e akşamit, për sunetet që janë pas akşamit. E njëjta gjë vlen për 2 rekatet që bëhen pas tavafit. Në Mekë, pasi që njeriu të bëj 7 herë rreth Qabes, do të thonë tavaf, është sunet që te mekami Ibrahimi t'i fal 2 rekate. E në këto 2 rekate është sunet që në rekatin e dytë ta lexoj surën Ikhlas apo Kul huwallahu ahad. Dhe po ashtu është sunet pra brenda namazit që ta lexoj në rekatin e tretë të vitrit, në rekatin e fundit vitrit. Dhe është sunet në rekatin e parë të vitrit ta lexoj surën Ala, ndërsa në rekatin e dytë surën Kul ya eyyuhel kafirun. Pra në gjitha këto vende, sunetet e sabahut, të akşamit, 2 rekatet pas tavafit dhe në rekatin e fundit të vitrit është sunet që të lexohet kjo sure. Kur e përmendin dietarët, do me thonë hikmetin prej kësaj, se pse është sunet që edhe në sunetet e sabajt, edhe në vitër, sunetet e sabajt janë fillim, vitri është në fund të ditës. Thonë dietarët sepse kjo sure përmban tauhidin, njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj ka deshur pejgamberi alayhis salam që ta filloj ditën me tauhid dhe ta përfundoj ditën me tauhid. Përveç kësaj është sunet thënia e saj edhe jashtë namazit, në dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Pra, në dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes është sunet thënia e kësaj sureje. Po ashtu është sunet thënia e saj para se të bijem në gjumë. Dhe është sunet thënia e saj pas çdo namazi fars. Me thënë këto vende është sunet që të lexohet sureja Ikhlas.